Me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, shkolla nëntëvjeçare Musa Çakëri ka organizuar këtë të njëjtë koncertin festiv të titulluar Krenari Kuqezi. Nxënës të kësaj shkolle përgjatë aktivitetit performuan si artistë të vegjël këngë patriotike, kërcyen valle popullore, recituan mjeshtërisht, por edhe interpretuan pjesë nga veprat letrare me motive kombëtare, duke dhënë mesazhin se edhe brezi i ri në rrugën e të parëve, njohës dhe trashëgimtar të ndjenjës patriotike, historisë dhe vlerave tona kombëtare. Kërcet furtona, fryet josa, derdhet puna, skuqe sema në letri. Prezente në këtë koncert festiv, një prej pasardhësve të patriotit, kontribuesit në edukim dhe arsim, Musa Çakëri, emrin e të cilit e mban sot kjo shkollë, dhe pasardhëse e familjes së shquar vlonjate Çakëri, deputetja e Kuvendit të Shqipërisë, Briseida Çakëri. Dhe emrin e firmëtarit duhet jetë një sfidë vërtet patriotike. Me shumë derë ftojmë zonjën Briseida Çakëri për fjalën e saj. Deputetja e Vlorës, Briseida Çakëri, është ngjitur në skemë për të përshëndetur në fjalën e rastit. Deputetja Çakëri në fjalën e saj ka treguar nëpërmjet citimeve nga dokumenta zyrtare një pjesë të historikut të familjes së Musa Çakërit, një prej kontributorëve të ruajtjes dhe trashëgimit të gjuhës shqipe gjatë pushtimit. Vërtet një ditë e veçantë, sot nuk dua të flas vetëm për festat e nëntorit, por të tregoj edhe një sekuencë të shkurtër të historikut të familjes së Musa Çakërit. Këto dokumenta janë zyrtare. Prej dokumentave, librave, dorëshkrimeve që u mblodhen prej Musa Çakërit, deputetja Briseida Çakëri thosë se mësuan gjuhën shqipe mbi 1000 djemë dhe vajza. Briseida Çakëri tregon se as burgosja dhe as djegja e shtëpisë së tij nuk e ndaluan veprimtarinë patriotike të Musa Çakërit. Deputetja e Vlorës e vendos theksin edhe tek vizita që plaku i urtë i pavarësisë Ismail Qemali bëri në familjen Çakëri pas shpalljes së pavarësisë për faljen e gjakut. 2 djemë dhe 1 vajzë. Si gjatë periudhës së lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe pasaj zhvilloi një luftë të gjithanshme për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Ai ishte një pioner i dalluar i përhapjes së gjuhës shqipe, cilën e bënte në dyqanin e tij ku kryente meshërinë e berberit. Për 20 vjet me radhë nuk pushoi së luftuari dhe grumbulluari libra, gazeta që vinin nga Stambolli, Bukureshti, Egjipti, Sofia në dyqanin e tij. Në dokumentet e kohës thuhet se nga materialet në gjuhën shqipe të sjellura nga Musa Çakëri ose Musa Berberi, mësuan gjuhën shqipe mbi 1000 djemë me vajza. Për këtë shkak, autoritetet osmane jo vetëm që e burgosën, por i dogjën dhe shtëpinë. Ai ishte interesuar dhe për fjalorin e Konstantin Kristoforitit, duke i shkruar Jani Vretos. Në librin që ka dalë për veprimtarinë patriotike të Hamzai Sajt, i cili ishte djali i tezës së Musa Çakërit, kanë filluar jetën patriotike në shërbim të ateut, që në vitin 1897, Hamzai dhe Musai hyn në korrespondencë me arbëreshët e Italisë, ku shkruanin në gazetën La Nazionale Albanese gjysmë në gjuhën shqipe dhe gjysmë në gjuhën italiane, në Catanzaro. Po kështu në vitin 1901 deri në vitin 1908 ra në kontakt me gazetën Drita të Shajin Kolonjës. Musai kishte miq Konstantin Kristoforitin, Jani Vreton e të tjerë. Në shtëpinë e tij mblidheshin disa detar me zë të Vlorës, si Nikola Konomi, Hamzai Saj, Jani Minga. Në 22 prill të vitit 1905, u vra Musa Berberi ose Musa Çakëri në një nga rrugët e Vlorës nga dora tradhtare e Xhafer Dukatit, i cili u largua menjëherë për në ushqim. Kur u shpat pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912, plaku Ismail Qemali vizitën e parë e kreu në familjen Çakëri, ku jo vetëm për arsye patriotike, por dhe për të kërkuar faljen e gjakut. Këta të fundit pranuan patjetër, mjaftonte që ai mos u rikthehej përsëri në Shqipëri. Ai ri që përhapi atje shkrim dhe këndim, për meritat e tij qysh parashrimit një rrugë në lagjën Muradie mbante emrin e tij Musa Çakëri. Më pas atij u dha titulli mësues i popullit dhe patriot i rilindjes kombëtare. Briseida Çakëri, deputete e Kuvendit të Shqipërisë, fjalën e saj e mbyll me një urim të përzemërt për festa kombëtare të gëzuara për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.
festa të gëzuara dhe të jeni krenar të LOL Shqipëria. Gëzuar festa!